Jam rritur dhe sot jam studente me autizëm, por jam lodhur duke u përpikur për atë gjithve të dukem sikur nuk jam. Kam arritur gjithçka në jetë që të tjerët më thoshin se nuk do të arrija kurrë për shkak të paaftësisë. Dhe përsëri nuk dihem mirë, sepse në shkollë ndeshen debulizëm. Në shoqëri takoj të pavërtet, ndërsa në punë dorën më jep mospanimi. Ne, të rriturit me autizëm, nuk vuajmë nga autizmi ynë, por nga mënyra se si bota e sheh dhe e trajton autizmin ton. Po, autizmi vjen me shumë sfida, por edhe me shumë pika të forta e të veçanta. Fal talentit tim, ja kam dalë të dallojmë në art, muzik, sport dhe pikturë, dhe autizmi im më ka bërë më të fortë të flas për to. Sot, krahët e mi janë hapur për të gjithë ju të më bashkoheni në rrugën time. Fati biologjik i fëmijëve tanë nuk mund të përcaktoj fatin e tyre në jetë. Të gjithë punëdhënësit duhet të zhvillohen e ta marrin në konsiderat neurodiversitetin në ambientet e tyre. Vetëm se fëmijët tanë nuk përputhen me standardet normale, rrezikojnë të bullizohen, të diskriminohen, të përjashtohen nga shoqëria duke u shndruar në spektator të kësaj jete, pas mureve të qilçta të dritarëve të shtëpisë. Krijoni hapësira jete për fëmijët tanë tashmë të rritur, e mos lejoni që të shtohen pengesat e të bëhen mbarë familjeve. Jepuni atyre shansin të punojnë, maj sa dinë e maj sa mundet. Kemi nevojë të shohim fëmijët tanë të pranuar, të mirë kuptuar e të mirë pritur në gjithë aftësitë ndryshe që ata përcjellin. 2 prill, dita ndërkombëtare e ndërgjegjësimit ndaj autizmit, Fondacioni Fëmijët Shqiptar.